Bima thatësjellse që ju sjell para me thas në shtëpi. Nëse jeni njerëz që i doni bimën dhe përpiqeni që gjithmonë të mbani një lule afër vetes, kjo bimë është ndër bimët e duhura. Përveç pastrimit të ajrit, mbrojtës nga pluhurat dhe kimikatet e dëmshme, kjo bimë është një ndër bimët më të njohura në botë për përcjelljen e energjisë pozitive në shtëpinë tuaj. Pafund njerëz nëpër botë janë të interesuar për bimën e njohur si krasula ovata ose si të gjithë njerëzit e quajnë bima e fatit. Teknikat e lashta kineze të feng shui, të cilat kanë ardhur ndër shekuj të transmetuara brez pas brezi, kanë patur edhe këtë bimë si një fatësjellse dhe ogur i mirë për më shumë para. Kjo bimë me gjelbërim në të gjitha stinët besohet se sjell fat në anën financiare të çdo familje. Të gjithë ata që kanë udhëtuar nëpër botë e kanë parë këtë bimë nëpër balkone apo hotele të ndryshme, pasi kjo bimë, sipas ekspertëve të feng shuit, sjell fat në biznes dhe ndihmon në ruajtjen e ekuilibrave.